Jo, kena vendos, po e di që, domethënë, ballafaqimin e argumenteve kemi të nxehtë, po asnjëherë nuk prishme. Kjo është demokracia. Dok, për shkujna me një video, më ka befasu, thash, bis për du më vërtetuar që ke iniciativa, ka me konë që shto strategjia, se ju e keni gjetë, e gjeni një slogan, zakonisht edhe klipet i boni njejt, fol një njejt, në kuvend, gjithë të reakuzojnë dhe jonën, e krejto, thash, e po shto është vizdosh ta më vërtetua, do të jetë kjo, do më si standard i video klipe për të cilit kandidat si prezentim, në rrjetet sociale, apo është vetëm gjetje e Zotit Kurti. Shkojmë po. Shmeker, Zoti Abdyli. I ka hije. O, nuk e di për ato, po si na po kështë me pas njerë, si na mësu. E ku plonin mirë. Zoti Abdyli, a do tjetë ky standard si cili prej është du dilni kështu të bo adin, apo është vetëm gjetje e Zotit Kurti? Se zakonisht ju shka një unison, krejt. Zakonisht kjo video që do t'i prezentojmë, do t'jenë video ku do t'prezentojmë vizionin tonë, edhe do t'ketë sa ma shumë video mesazhe se këto zgjede... Nuk do t'jenë njëta sikur gjithë, se ju krejt qka të bënë Albini, ju bëni krejt kështu unison, adin? Kësha pos që e me thodo, përbet. Unë mendoj që nuk mujna me imitu Albinin. Po thosht i pa... I pa imitu shumë është. Jo, të zgjohet si të ne imiton perfekt, po kështu po thomë... Po, mendoj që kjo video të regon pak ato në njerëzore, thjeshtësien. Mendoj që më pëlqej si video. Kjo është vetëm e Zotit Kurti, nuk do tjetë... Ne do të kemi video selfie, video incizime, ma shumë që do të prezentojmë planet tona, ide tona. Mësëm ke shkruhtove që shtrova si pyti, ty ditë që shkoni unë njësat, shatë bon Albini bëni krejt. Si video më pëlqej shumë, edhe qytetarëve besoj ju ka pëlqy shumë. E të regon pak atë anën natyrore, anën e thjesht, njerëzore, kështu që... Jo, të ma shumë si maniken ka dojnë, po si do që tjetë... Besoj që do të keni shansë... Ja, si ke nuk është natyrale. Besoj që do të keni shansë me të gjuhë ma shumë rreth programit të lëvizjes vetëvendosje dhe koalicionit tonë, rreth qeverisjes tashme 4 vjeçare. Një me kini program, se dëmon, kush po vjen për eksponentëve të opozitës, një falem dërek shumë, që në gatë shumë me debatu me mu, po thojnë që juve që keni improvizu edhe para 4 vjetë, edhe kësa jeri në sto zedhe si dul 42%, edhe kësa jeri ju s'keni program. Improvizoni, luni me populizma, me elemente emocionale. Programi është i gatshëm, dhe më thonë, në mbledhen e djeshme që kena pas si grup, si kandidat, na është thonë që sot, dhe më thonë, është i gatshëm i tëri, edhe do të na shpërndohet gjithë deputetve, që ta analizojmë, t'ja po mendime, po një të nko edhe pastaj kjo të përgatitet në anën teknike dhe ta plasojmë sa më shumë edhe të qytetarët. Mendoj që programi jonë ka një bazë të një qeverisje të mirë, e pasuruar me ide tona për të ardhmen dhe besoj që do t'jetë një program të qeverisës shumë i zbatushëm, shumë në të mirë të ndryshimit të gjendjes së qytetarëve, siç kanë qenë edhe 4 vite dhe kjo vetëm do të avancohet. Vetëm shikoni buxhetin, ku ishte dhe ku është, për 4 vite nga 2.4 në 4 miliard, kjo është rritje enorme. Po ashtu edhe zhvillimi ekonomik, po edhe gjitha. Opozita, së të më zonja Bajrami, që është një ekonomista më të mira, po thotë që kjo është normal, edhe Zoti Avdullah të une, Zoti Otis, që është normale këtë rritet për arsye që në rritë shmimet. Shportin cilën e këna ble para 2 vjetë me 120 euro, e njëta shport me njëta produkte sot nga kushton 380. Edhe kur rritën shmimet është natyrshme, kur rritë buxheti se rritet taksa, shtatimi, edhe kjo e gufon. Eksponente e opozitës, normalisht edhe ata duhet thonë diçka, po dorën e shtetit, çdo qytetar e ka ndje. Nëse fillojmë... Jo bashkrejt. Po fillojmë për pensionerve. Pensionerët e kanë ndje dorën e shtetit me rritjen e pensioneve. Gjenerata mesme, punëtorët e administratës, mjek, arsimtarët, e gjdo grup tjetër shoqëror e kanë ndje dorën e shtetit. Fëmijët e kanë ndje dorën e shtetit. Gratë me lehonat, po edhe përmes projekte ndryshme superpuna, e kanë ndje përkrajën apo dorën e shtetit. E kanë ndje edhe me përkrajën të në rritjen e fëmijëve. Shtrajtimet i bo shumë doja, Dok. Po, shpenzimet nuk janë krejt të varura nga Kosova, sepse nuk ka vullneti qeverisë për të rritur çmimet. Këta, do më thonë, eksponent që quhen si djathis, në një formë thojnë që ne duhet të kemi, mos kemi çmime tavan, duke quajtur edhe ligjin për çmime tavan në kushtetuse, duke thënë se
ekonomia tregu duhet respektohet, e njëjtën kohë thonë shteti duhet ta kontrolloj çmimet. Duhet koncentrohen, a janë për metoda djatha apo për metoda të majta të shtetësimit. Dorën e shtetit në atë sektorit privat nuk e kena një, po dorën e shtetit më shumë si ju deputet, ose 16 ditë se ka një kërkush. Dorën e shtetit edhe sektori privat e kanë dje me pagën minimale, e cila është aprovuar edhe së fundi, dhe mendoj që e vërteta është që vetëm një grup i njerëzve nuk e kanë dje dorën e shtetit, dhe mendoj që atyre ndoshta edhe i kuptoj. Ky grup i njerëzve të cilët nuk e kanë dje dorën e shtetit janë vetëm analistat. Mos bëj tepër si mund një të media, për raportin, jena 99... Analistat nuk e kanë dje se na vje shumë keq që Zoti Kurti ka vendos dhe është qëndrimi i tij që mos t'ja u përkra financiarisht portalet, mos t'ja përkra propagandën e tyre, dhe mendoj që ndoshta ata kanë hyrë borxhe në kredia dhe nuk po mund m'ja dalën. Dhe në këtë formë, ata si një pakicë e vogël televizive, çdo ditë e bombardojnë qytetarin me lloj-lloj shpifje, me lloj-lloj insinuanta të ndryshme. Edhe një pjesë analiste ka një dorën e shtetit, po, do i keni marrë listat, tash i keni shtypur kandidat për deputet do. Nuk e kanë dje edhe kjo shpërdosi. Një pjesë analistave kanë një dorën e shtetit. Një pjesë analistave, po, këtu pajtohem, na kena marrë një njerëz të cilët kanë bërë analizat mirë fillt. Ajo, e këta si për shtatë me juve nuk kemë analizat mirë fillt. E kanë dot çdo natë televizionin duke quajt me emra. Me të vërtetë mund vjen marrë si mund të quhet krye kriminal. Peci e si mund të quhet Albini si Albin Serbia. Spajtona me etiketimet kërkujna dok, po. Qifti i këtyre analistave është me të vërtetë duke ndot opinionin publik, asgjë më shumë. Dok, shku ma 16 ditë në zgjedhje, a jeni fajtor edhe a bo këtë arsyeja pse nuk i mund 500.000 vota? Po, shiko... Jeni rast i parë sfigineris, që meni 42%, edhe nuk arrini me bos qeverin, dok, ma 16 ditë për nasionin zgjedhje. Ne kena pas një fitore Koqa Bince, po ishte e pa mjaftueshme që ne ta bëjmë qeverin vetë. Dhe duke pa këtë situatë, ne kemi bërë ofertat tona. Prej fillimit, duke shqu ftesa për partit e caktuar konkretisht për LDK-n. Edhe me nismën kemi pas një negocim, por kërkesat e tyre nuk kanë qenë që kemi arrit në kompromis, konkretisht me nismën, dërsa me LDK-n ata as nuk kanë pranu të ulen. Dhe ka fillu procesi i konstituimit kuvendet. Kena diskutu e kena stërdiskutu. Po përveç duhet qytetarë më jasharu se ne nuk jemi blokosit. Ne blokos do të queshim nëse Zoti Kurti nuk do të propozonte... Nuk e dash PDK-n, nuk e dash takon. E qut letër LDK-s, letër si cili prej tyre, sincerisht nuk kur ti thuish dikujna apo dalën bashk, nuk i thonë, nuk i kalzën që i babgjyshi jotë, që ka babgjyshi jotë, po të mëtoni ti ka nuk të do. Me letrën që e ka dërgu Zoti Kurti ka të regu për vlerat të cilat LDK e ka të regu në të kalumën që ka hynë në koalicione dhe ka bësh blokime të situatave. Po ne po flasim për një LDK-n tonë, temën edhe tonën, jo për këtë LDK-n e Lumirit, se kjo rruga re po mduket ka shkur në rrugë Qorsokak, sepse nuk janë të gatshëm mas më ullë. Ndoshta ne do t'ja këshëm ofru një ofertë shumë mirë politike. Të ke funit partit politike janë për të marrë pushtet.